Plani për ditën e parë në Francë që ne kishim bërë ishte të vizitonim një nga outletet më të shquara këtu, që quhej Laval Village, kishte brendet ndërkombëtare, kishte shumicën e brendeve ndërkombëtare nga Balenciaga, Lacoste, Axe, Birkenstock, I don't know, Alexander McQueen, Guerlain, Boss, Diesel dhe shumë të tjera. Ishte shumë bukur, jepte një vibe shumë interesant, ishte shumë i lezetshëm dhe neve mbasi mbaruam shëtitjen tonë këtu, duke parë gjitha dyqanet, duke parë radhën mastive që kishte çdo dyqan, vendosëm të shkonim në një qendër tregtare, edhe këtu ishte ky vendi që kishte kafe, waffle dhe çdo gjë tjetër. Kishte gjithashtu dhe Haribo dhe Klevi mori Haribot me syt, preferuarat e tij. E pasi mbaruam shëtitjen tonë, neve u nisëm për në shtëpi për të luajtur pak ludo. Bonjour nga dita jone dytë në Paris. Sot është data një shkurt, edhe unë kam në ditën time të 18 dhe për ditëlindjes time kemi bërë edhe këtë udhëtim në Paris, sepse unë akoma se u kam thënë arsyen. Kura sot ishte shumë bukur sepse i kishte ngrënë ret, do doja shumë që koha të ishte pak më e hapur, por nuk kemi çfarë bëjmë. Neve pasi zbritëm, blevëm disa çadra, sepse ishte duke rënë shi dhe ishte e pamundur që të vazhdoj, sepse kishte goxha shi. Këto pallatet në Paris ishin shumë të bukura, ishin shumë nice, edhe do kisha dëshirë të vija përsëri këtu për ta parë një herë Parisin në pranverë, në një kohë me edhe me lule të shelura. Kulla ishte fantastike, shumë e madhe, shumë magjepsëse dhe unë dua patjetër të vij edhe një herë këtu. Neve marrëm guidën dhe hypëm në ashensor, pasi e kishim prem ashensor deri në katin e dytë, pasi kati i tretë ishte për rikonstruksion. Kështu që ne hypëm në katin e dytë, kishte mundësinë të lëviznim nga të katërt anë të kullës dhe të kapje pamje 360 gradë të qytetit. Ishte thjesht perlatike, ne do bëjmë disa foto edhe disa video që unë do t'i postoj në Instagramin tim, do ja u lë këtu poshtë me që më të shkoni dhe të më bëni follow. Thjesht më pëlqeu pafund ky tur. Mirë se erdhët në vlogun e ri. Jemi në katën e dytë të Eiffel Tower. Është vlogu im i ditëlindjes, shpresoj t'ju pëlqej edhe në ndiqni deri në fund të këtij udhëtimi. Sot kemi edhe një rezervim tjetër për tek Muzeu i Iluzioneve, kështu që yes. Për ditëlindjen e 18 ne vendosëm të vinim në Paris, por që ishte një ide e keqe, duhet kishim rezervuar në Sharm el Sheikh ose në një vend të ngrohtë, sepse është super ftohtë.
Mirëmëngjesit të gjithëve nga dita tjetër. Sot jemi në Disneyland. Kemi prenotuar sot për Disneyland, kështu që do ju marrim sot me vete gjatë gjithë këtij momenti shumë bukur që do kalojmë sot. Është data 2 shkurt dhe kemi një full day këtu. Do shohim se si do ja kalojmë, do ju them, do ju kap klipe. Tani jemi tek hyrja e Disneyland. Shqyr sot është super shumë diell. Edhe unë jam super happy. Këtë ditë kam kaluar shumë bukur, mund të them që ka qenë një nga ditët më të bukura që mund të jem kaluar. Dhe super nice. Meve bëm security check, edhe tani do shkojmë në Marvel Park, sepse këtë kemi zgjedhur, kështu që yes, është shumë ngrohtë, është okay. Ajo është edhe rradha që duhet presim për Hollywood Tower Hotel. Pas shumë pritjesh, neve më në fund erdhi koha të hynim brenda Hollywood Tower, megjithëse për të shkuar deri tek ascensori kishte goxha radhë përsëri, por anyway, brenda ishte shumë bukur, t'jepte vibe të frikshëm, vibe filmi horror, nuk e di të më thënë, por unë të merrin në vërtet e kam përjetuar, kam qenë brenda atij ascensori, sepse ndjeja trupin tim që ishte gjatë gjithë kohës në ajër dhe asnjëherë nuk jam unë në sedilen ku isha, domethënë nuk e kam prek njëherë sedilen ku isha përveç se para se të niseshim. Ishte thjesht magjik, neve na futëm te kjo dhoma dhe praktikisht na treguan pak historinë e këtij ascensori dhe se si ka ndodhur çdo lloj gjëje. Ishte ky ekran i vogël, ishte e frikshme sepse në një moment mendova se aty do ndodhte ajo gjë dhe ne të gjithë ishim në këmbë. Edhe nuk e di po do ishte një kaos të vërtet sepse për të mbajtur veten ishte shumë e vështirë. Pasi kishte shumë njerëz dhe pastaj pasi neve pam klipet sqaruese këtu, na erdhi koha të hynim në ascensor. Pasi pjesa sqaruese mbaroi, neve u nisëm për tek tmerri i vërtet, për tek ngjarja më kulminante e Hollywood Tower. Kaluam mes tubave, rritave të Merimangës, mes errësirës, por ishte shumë e bukur dhe do ta përsërisja, do shkoja përsëri sepse është thjesht prelatike dhe shumë adrenalin dhe mua më pëlqen shumë adrenalina, kështu që ja u sugjeroj të gjithëve. Këtu ishin dhe domethënë instruksionet për pjesën e ascensorit, edhe këtu mund të shikonim se sa shpejt lëvizte ascensori. Je n'entrerai pas si j'étais vous. Ah, mais there, Flyreen.
Quoi rendre le téléphone, last right now, put your phone away. Le téléphone au portable, on range le téléphone. Dolëm nga kulla terrorit, gjëja më e frikshme që kam përjetuar ndonjëherë, ishte super e veçantë, po super e frikshme. Ishte, nuk e di, amazing, perfect. I liked it. Tani do provojmë këtë gjën këtu, që është like e njëjta, po jo aq lartësi. Bëuni gati që nesër të më shihni pas zë. Through the center loop. Next, adult recruits. Fasten your seat. Do not rock the vehicle. Menduam që si ditë e fundit që është të vizitonim kullën e Eiffel natën, edhe nuk e di, po nuk kishim nis që të kapnim këto dritat, po i kapëm rastësisht, edhe ishte rastësia më e bukur dhe ishte shumë nice. E më pas pritëm orën 8 që t'i kapnim përsëri dritat dhe më mbaroi edhe dita për sot me këto dritat e bukura. Mirë thashë. Neve jemi në aeroport, tani do bëjmë kthimin, është data 2, është ora diku 8:35 dhe kemi nisur në orën 10. Jemi pak më vonesë, po të shohim se aeroporti që është super i vogël dhe do arrim kollaj. Humbëm çantën e Klausit kur u nisëm neve, domethënë e lam tek makina me qera, e kishim harruar aty. Edhe Klausi po shkon të marrë çantën e vet tani, kështu që yes. Also ju tregoj dhuratën time për ditëlindje. Kjo është dhurata e dytë, sepse e para është Arushi, ja u kam treguar nëpër video, e keni pa. Kjo është dhurata e dytë, është super nice. Ishte një gjë që unë doja ta blija për kohësh dhe ma blen dhuratë. Yes. Sorry për gjendjen, jemi momentalisht kështu. Dhe yes. Neve ishim në terminali 1. Tashi po shkojmë, është diku aty. Inshallah s'ka rap. Gjendja është katastrofë, por who cares? Pasi bëm të gjitha kontrollet e sigurisë, erdhi koha që të hypnim në avion. Nisi ne kishim herët në mëngjes, fatkeqësisht nuk e shihum edhe një ditë tjetër në Paris, por anyway, fluturimi kaloi shumë mirë, shumë kollaj, edhe më pas ne zbritëm në aeroportin ton, kaluam gjithashtu këtu edhe atë passport check. Unë e kalova online sepse tani jam bot 18 vjeç dhe nuk kam nevojë më që të rrin në këto sportelet. Dolëm nga aeroporti, morëm makinën edhe shkuam për të marrë macet tek hoteli i vet. Ju flasë sot nga dhëta 5 shkurt, jemi 4 ditë mbas ditëlindjes time, edhe 3 ditë mbas udhëtimit,
Domethënë mbas datës së kthimit nga Parisi, ishte një udhëtim shumë i bukur, ishte ditëlindja ime më e bukur që mund të kem kalu ndonjëherë. Kam qenë shumë e lumtur edhe kam kalu seriozisht shumë bukur. E tani kemi ardhur në fundin e videos, kemi ardhur në pjesën tuaj të preferuar, do bëjmë unboxing për atë që neve kemi marrë. Do t'ja u tregoj pasi nuk ju kam hapur e më pas do bëjmë një mbyllje të këtij vlogu. Unë dua të filloj me dhuratën e parë dhe dhuratën më të rëndësishme që kam marrë. Këtë e mora ditën e ditëlindjes time, ishte dhurata ime e parë që mora në Paris. Është kjo ora nga Just Cavalli me detaje gold edhe silver. Është kështu, shumë nice, mendoj se më shkon shumë dhe është, nuk e di, shumë perfekte, shumë rehatshme dhe më pëlqen goxha shumë. Tani do ju tregoj se çfarë mora dhuratë nga vëllezërit e mi dhe do shihni momentin kur unë e mora dhuratën e do ju lidh disa foto. Kështu që ndiqeni. Sa bukur! Shumë prema dhe shumë bukur. Lasë për viqeka! Shkërna sa Dhurat nga Klevis dhe Klaus. Pasi ndoqët klipin ku unë mora dhuratën nga çunat, tani është koha të bëjmë unboxing dhuratat që unë mora sot nga gocat e mia, nga shoqjet e mia të ngushta, nga Ersa dhe Enisa. Do fillojmë me të Enisës dhe vazhdojmë dhe me të Ersës. Këtu kemi dhuratën e Enisës, kemi brenda këtë arushin e verdh shumë të bukur. Nëse keni parë shortsin tim, aty ju kam treguar një arush të vogël të verdh, edhe ky është versioni i madh, shumë nice, më pëlqen shumë. E siç mund të shikoni këtu kam një super koleksion të madh dhe këto janë vetëm gjysma e të tjerëve që un kam në dhomën time. E kur të ikim në Turqi nuk e dim se si do t'i marrim me vetë gjithë këto arusha, por do ta gjejmë mënyrën. Produkti i dytë ishte kjo furça e make-upit. Për blush, kontur, nuk e di, po ishte shumë soft edhe ka këtë formën e trëndafilit, shumë e bukur. Dhe si produkt të fundit kisha një varse për çelësat, ishte kështu me make-up edhe gjëra për goca. Yes, shumë nice, më pëlqeu shumë edhe kjo dhe si shikoni kam vënë direkt të çelësat e mi. Ndërsa dhurata e Ersës e kemi këtu në këtë kutinë, e kishte fut shumë e bukur. Do ja u tregoj sepse unë produktet i kam nxjerr sepse kam ngjyruar një shorts për juve. Kështu që yes. Fillojmë produktin e parë, ishte ky trëndafili i futur në këtë kutinë e xhamit, shumë i bukur. Dhe ka dhe dritë, por tani kjo nuk ka bateri, kështu që s'ja tregoj dot. Për produkt të dytë kishim këtë kremin për duart me kamomil, ishte shumë nice, kishte aromë të lezetshme. Kemi një qëri aromatik, është shumë nice dhe me vibe shumë Valentini mbi të gjitha. Aromë super të ngrëndshme, kështu që yes. Dhe produkt fundit që unë kam këtu tek kutia, janë këto dy mini maskat e vogla që ishin për të pastruar fytyrën nga papastërtit, nga yndyra tepërt, pikët e zeza, çdo problematikë që unë e kam në fytyrë. Këto ishin ato dhuratat që unë kam marrë deri tani nga shoqjet e mia edhe nga familja ime. Nona dhe gjyshi më kanë dhënë lek si çdo nonë dhe gjysh tjetër. Këto ishin dhe dhuratat. Shpresoj të ketë pëlqyer si video. Ne kemi ardhur në fundin e këtij vlogu të ditëlindjes time të 18. Shpresoj ta keni parë deri në fund e të jeni kënaqur me mua në këtë udhëtim në Paris. Ne do shihemi në një tjetër vlog. Deri atëherë kaloni një kohë sa më të këndshme e nëse keni ndonjë pyetje për Parisin apo çdo gjë tjetër, ju pres në komente. Mua!